Vetmia ka zhurmë, po. Në shtëpinë e seu Agenorit, porta kërciste gjatë gjithë kohës nga era. Në moshën 82 vjeçare, ai nuk priste më një vizitë, një përqafim apo lajm të mirë. Vetëm heshtje dhe koha kalon shumë ngadalë. Në atë mëngjes të ngrohtë, ai mori shatën e vjetër dhe shkoi në fund të oborrit. Shkure tashmë kishte marrë përsipër gjithçka. Madje mbante erë si diçka e harruar, tokë e lagur, gjethet e kalbura, myg. Në atë moment e dëgjoi. Një zhurmë e ulët si një bilbil i ngjirur që vjen nga toka. Ai u përkul me kujdes, duke ndjerë se gjuri i ankoi. Midis barit të gjatë dhe pak hekur ishte, ai pa një gjarpër të hollë dhe të mbështjell rreth një copë teli me gjemba. Unë u lëndova. Lëkura ishte shyrë në disa vende, gjaku thahej në diell. Ajo po dridhej. Ajo nuk ishte e zemëruar. Nuk ishte e madhe. Ajo thjesht dukej. E friksuar. O moj bi. Çfarë të kanë bërë? Agenor u kthye brenda, mori një pincë, një copë të vjetër dhe një legen me ujë. U kthye ngadalë, me zemër të rënduar. U desh kohë për të prerë telin. Dora i dridhej, syt nuk mund të shihnin më si duhet. Por ai e bëri atë. Ai mori një pjesë në të njëjtën kohë, derisa liroi të gjithë trupin e kafshës së vogël. Me kujdes i fshiu plagët me leckën e lagur. Mirë. Tani je i lirë. Ai mendoi se ajo do të largohej. Por nuk ishte. Ajo qëndroi e qetë në një qoshe, në një karrige të thyrë. Ditën tjetër, ishte ende aty. Në të tretën, ai u shfaq në derën e kuzhinës. I dha ujë, la një leckë të pastër. Ajo filloi ta ndiqte nëpër obor. Nëse ai ndaloi, ajo ndaloi. Nëse ai fliste, ajo dëgjonte. Sikur e kuptoi. I dha një emër, Shpresa. Sepse kështu dukesh. Pak shpresë. Askush nuk do ta besonte nëse do t'ua thoshte. Por për të, ishte e vërtetë. Ishte gjëja më reale në jetën e tij tani. Natën, kur i shtrëngoi gjoksi dhe nuk i vinte gjumi, ai pëshpëriste. Është mirë që u shfaqe, e di? Dhe ajo lëvizi kokën ngadalë, pothuajse si për të thënë, unë jam këtu. Për herë të parë pas një kohe të gjatë, Agenor nuk u ndje aq i vetëm. Por trupi po jepte tashmë një sinjal. Ai e dinte. Në rrugën e ecjes më ngadalë, në lodhjen që nuk iku, në dhimbjen që erdhi pa arsye. Ndjeva, por nuk fola. Sepse tani, ai kishte shoqëri. Dhe kjo, vetëm kaq, e bëri të gjitha të vlefshme. Agenor u zgjua me një shije të hidhur në gojë dhe një dhimbje të thellë në shpinë. Sikur të kishte mbajtur botën në gjumë. U kthye ngadalë anash, duke lëshuar një rënkim të ulët, vetëm që të mos tremte gjarprin që flinte i mbështjell pikërisht aty, mbi leckën e shtrirë pranë shtratit. Ajo tani qëndronte aty çdo natë. A jeni mirë, bi? Ajo ngriti kokën, ai vështrim i pandërprer, i qetë. Prania e saj qetësoi gjithçka. Dukej sikur heshtja në shtëpi u bë më pak e rëndë me të përreth. Në mëngjes, ai ngrohu bukën në sobë dhe e ndau gjysmën. Ajo nuk hante shumë. Ndonjëherë ai thjesht i vinte hundën ushqimit, sikur të ishte më shumë nga dashuria se sa nga uria. Agenor tregoi historitë e saj. Gjërat që nuk i keni thënë askujt. Për gruan që vdiq e re. Për djalin që nuk u kthye më. Për ditët kur donte të largohej edhe ai, por rrinte. Pa e ditur pse. Shpresa dëgjoi. Gjithmonë i heshtur, gjithmonë afër. Filloi të vinte re disa gjëra. Harrova ku e kisha vendosur gotën. I hoqa çdo gjë më shpesh. Një marramendje që erdhi nga hiçi, një koll që digjej thellë. Por nuk doja të dija për spitalin. Unë kisha qenë tashmë në shumë. Dhe u kthye më keq. Kështu ai qëndroi atje, duke u kujdesur për të. Dhe duke e lënë atë të kujdeset për të. Ai kaloi orë të tëra ulur në karrigen lëkundëse, me atë të përkulur te këmbët e tij. Dielli shkëlqen nga ana, hijet kërcejnë në mur, ndonjëherë ai binte në gjumë dhe kur zgjohej, ajo ishte ende aty. E fortë. I heshtur. Sikur ajo e dinte se ai kishte nevojë për të më shumë se çdo ilaç. Një pasdite, rashi i madh. Drita u shua. Dhe shtëpia u errësua në një mënyrë që ishte e frikshme. Agenor ndjeu shtrëngimin e gjoksit të tij.
Zemra nxiton, frymëmarrja është më e shkurtër. Ai u ul në dyshemen e kuzhinës, duke ndjerë se marramendja u zvarrit përsëri mbi të. Shpresa erdhi ngadalë. Ajo mbështeti kokën në prerin e tij. Ai kaloi dorën mbi të duke u dridhur. Nëse bie këtu, do të rish me mua, apo jo? Ajo nuk u përgjigj. Por ai e ndjeu atë. Ai ndjeu atë heshtje plot prani. Ai ndjeu prekjen e lehtë të kokës së saj në gjuhë. Ndihej si të gjeje stre në mes të një stuhie. Atë natë, ata fjetën së bashku në dy sheme. Batania u tërhoq deri te mjekra e saj dhe ajo ishte aty e përkulur duke e mbrojtur atë nga i ftohti. Dhe gjithçka tjetër. Nuk e dinte sa kohë i kishte mbetur. Por e dija që deri në ditën e fundit nuk do të isha më vetëm. Dhe kjo ishte gjithçka që i duhej. Agenor ishte më i ngadalshëm. Shumë më tepër. U zgjova me një fytyrë të djersitur dhe këmisha mund ngjit në gjoks. Duke marrë frymë rënd, sikur çdo frymëmarrje të ishte nxjerrë nga një pus i thellë. Në tavolinën e kuzhinës, kafeja poftohej pa u pirë. Ai ulej, shikonte, harronte. Shpresa nuk u largua kurrë. Unë fjeta i ngjitur në këmbët e tij. Kur ai kollitej, ajo ngrinte shpejt kokën. Kur ai dridhej, ajo ja prekte ngadalë dorën me hunë, si për të thënë, unë jam këtu. Ishte sikur e dinte. Dhe ai e dinte. Në pasqyrën e banjës, Agenor nuk e njihte më veten si duhet. Rrathët e errët dukeshin si njolla. Lëkura e verdh e hollë. Duart gjithmonë të ftohta. Dhimbja në shpinë tani shkoi deri në barë. Këmba flinte për asgjë. Dhe ndonjëherë, në mes të natës, ai zgjohej pa frymë dhe kishte frikë se mos zgjohej më. Por ai nuk tha asgjë. As për të. Ai vetëm shikonte dhe fliste me sy. Ju qëndroni, apo jo? Dhe ajo qëndroi. Një nga ato ditë, ai u përpoq të fshinte oborrin. 2 hapa, u ndal. Pamja u errësua. Zemra nxitoi. Ai ra në gjunjën dhe, duke i ndotur rrobat. Shpresa vrapoi. Ajo u mbështoll rreth tij, fort. Ai ndjeu se trupi i saj dridhej bashkë me të tijin. Ata qëndruan atje për një kohë. Ai në gjunjë, ajo u përkul. Era kalon duke ngritur pluhur. Asnjë fjalë. Vetëm dhimbje dhe shoqëri. Pas kësaj, ai nuk doli më kurrë nga shtëpia. Shtëpia u bë e vogël. Shtrati më thellë. Heshtja më e zhurmshme. Hope filloi të ngjitej vetëm në shtrat. Unë u shtriva në gjoksin e tij, sikur të dëgjoja zemrën e tij, vetëm për të parë nëse ajo ende rrite. Një mëngjes, Agenor qau. Nuk bëri asnjë zhurmë. Ai vetëm e la lotin të rrifte në fytyrë dhe lagi jastëkun. Ajo lëpiu fytyrën e tij. Ngadalë, me kujdes. Sikur i thante lotët me dashuri. E di, bi. Po vjen koha, apo jo? Ajo nuk lëvizi. Por trupi i saj u tensionua. Dukej sikur donte të ndalonte kohën. Ai gjithashtu. Por koha nuk ndalet për askën. Të nesërmen në mëngjes ai u përpoq të shkruante një letër. Por dora nuk ju bin. Fjalët erdhen, por trupi nuk i linte të dilnin. Ja lëshoi stilolapsin. Ai vetëm shikoi tavanin. Dhe Esperança, e shtrirë pranë tij, vetëm shikonte. Ashtu si dikush që e di se fundi po vjen. Por nuk dëshiron ta pranoj. Dita nisi gri. As që ndihej si mëngjes. Qielli ishte një re e vetme dhe era fishkëllinte nëpër të çarat e dritares sikur të paralajmëronte diçka që askush nuk donte ta dëgjonte. Agenor u përpoq të ngrihej nga shtrati. Ai nuk ja doli. Trupi nuk ju bind më. Çdo muskull peshonte si një thes me gur. Dora po dridhej. Frymëmarrja erdhi dhe filloi. Shpresa u ngjit në shtrat dhe u mbështet në gjoksin e tij. Këtë herë, ai nuk mund të përqafohej. Sa po shikoj. Sot është e vështirë, e di. Zëri doli i dobët, pothuajse pa zë. Ajo lëpiu faqen e tij dhe heshti. Trupi i saj, gjithmonë i ngrohtë, dukej se e ngrohte pak lëkurën e tij të ftohtë. Atë ditë, Agenor qëndroi në shtrat gjatë gjithë kohës. Duke parë tavanin. Të kujtosh jetën si dikush që shikon një film që kalon shumë shpejt.
Fëmijëria me erë dheu. Dasma. Djali duke qarë në prehrin e saj. Herën e fundit që dikush e quajti baba. Dhe tani sërish heshtje. Vetëm ndryshe. Këtë herë heshtja kishte një emër. Kishte sy që nuk mbylleshin. Ai kishte një trup të përkullur anash. Unë kisha shpresë. Pas dite, ai kërkoi të hapte dritaren. Dua ta shoh diellin për herë të fundit. Drita hyri dobët e artë duke i goditur në fytyrë. Ai buzëqeshi i vogël. Sot duket bukur edhe nëse nuk do ta shoh më nesër. Shpresa u trazua. Ajo shtriu trupin e saj, por nuk u largua nga ana e tij. Ai mori një kuti të vogël druri nga poshtë jastëkut. E vjetër, e gërvishtur, me një foto brenda, gruaja, ende e re, duke qeshur me një lule dielli në dorë. Ai shikoi foton dhe më pas shikoi gjarprin. Ajo i pëlqente lule dielli. Mendoi se ishte mënyra e saj për të thënë se ajo ende besonte në diell edhe në ditët me re. Ai u kolli. I forte. Ajo dhem. Por ai e mbajti fort kutinë e vogël. E vendosi në dy sheme, pikërisht pranë pëlhurës ku flinte Esperança. Tani është e jotja. Merre me vete. Nëse një ditë largohesh, do të marrësh edhe një pjesë të vogël nga unë me vete. Ajo shtypi hundën pas kutisë, sikur e kuptoi. Agenor mbylli sytë. Dhe për herë të parë pas disa ditësh, ai fjeti. Fjeti pa dhimbje, pa kollitur, pa frikë. Shpresa mbeti aty. Nuk lëvizi. E shikoja me sy hapur duke marrë frym ngadalë. Jashtë dielli fshihej pas rreve. Dhe brenda në shtëpi drita e fundit filloi të fiket. Ai nuk u zgjua. Dielli shkëlqente dobët nga dritarja, ashtu si ditët e tjera. Por Agenor nuk i hapi sytë. Gjoksi i tij nuk u ngrit e as nuk ra. Dora ishte ende aty, e shtrirë pranë shtratit. Gishtat ishin gjysmë të mbyllur, sikur të mbanin ende diçka që askush nuk mund ta shite. Shpresa ishte shtrirë në të njëjtin vend si një natë më parë. Ajo lëvizi ngadalë. Ajo e shtypi feçkën në fytyrën e tij. Asgjë. Ajo i preku krahun me trupin e saj. Ftohtë. Shtëpia ishte e heshtur. Nuk ka dyrë që kërcasin, nuk ka tenxhere që trokasin, nuk ka hapa që lëvizin në përkushim. Vetëm zhurma e erës. Dhe një heshtje. E rëndë. Shpresa u ngrit në gjoks dhe qëndroi atje. Ndalo. Nuk lëpiu. Ai nuk u ngatërua. Vetëm. Qëndroi. Trupi i saj dridhej. Por ajo nuk qau. Gjarpërinjt nuk qajnë. Ata thjesht ndjehen. Dhe ajo e ndjeu atë. Ndjeva gjithçka. E ndjeja erën e mungesës. Boshllëku ku dikur rrite një zemër. Pesha e mallit që nuk kishte ende një emër. Ajo qëndroi aty gjithë ditën. Nuk hëngri. Nuk piu. Nuk lëvizi. Kur u erësua, ai u ngrit ngadalë nga krevati dhe shkoi te pëlhura ku flinte zakonisht. Pranë saj ishte kutia e vogël prej druri me foton e gruas së buzëqeshur. Shpresa e shtyu kapakun me feçkën e saj. Ai u shtri pranë kutisë. Dhe aty mbeti. Ditët kalonin. Era ka ndryshuar. Trupi i tij u zbulua nga fqinjet pas ditës së tretë. Por shpresa nuk ishte më aty. U zhduk siç u shfaq, pa paralajmërim, pa zhurmë. Askush nuk e pa më atë. Por në cep të krevatit, në pëlhurën ku ajo flinte, kishte një shenjë të rrumbullakët, sikur diçka kishte kohë që kishte. Një hapësirë e thërmuar. Një copë heshtje. Dhe sipër kutisë, një peshore e vetme, e hollë, me shkëlqim, e mbështjellë si një suvenir. U largove? A vdiq ai atje? Askush nuk e di. Ajo që mbeti. Ishte zbrazë e tij. Dhe pyetja që askush nuk ka mundur t'i përgjigjet ndonjëherë, si mundet një gjarpër i thjesht, të ketë më shumë besnikëri se njerëzit,